Kapitulli 10. Meqense ligji i Mojsiut përmban vetëm hijen e të mirave të ardhshme dhe jo pamjen e tyre të vërtet, ai nuk mund t'i përsos kurrë ata që vazhdimisht vijnë të kushtojnë të njëjtat flijime vit për vit. Përndryshe, do të kishin rreshtur së kushtuari flijime, pasi ata që adhuronin Perëndin, si të ishin pastruar një herë, nuk do të ishin më të vetëdijshëm për mëkatet e tyre. Por ato flijime ju kujtonin mëkatet çdo vit, sepse gjaku i viçave dhe i cepëve nuk mund t'i shlyejë mëkatet. Kur erdhi Krishti në botë, tha: flijime dhe dhurata nuk deshe, por më bëre gati një trup. Shkrumbimet e kafshëve dhe flijimet për mëkatet nuk të pëlqyen. Atëherë thash: ja ku po vi o Perëndi, për të bërë vullnetin tënd, sikurse është shkruar për mua në kryet librit. Më lart, ai tha se nuk i pëlqejnë flijimet dhe dhuratat, si dhe shkrumbimet e kafshëve dhe flijimet për mëkatin, megjithse ato kushtoheshin sipas ligjit Mojsiut. Pastaj shtoi: ja ku po vi për të bërë vullnetin tënd. Kështu ai hedh poshtë flijimet e para për të caktuar flijimin e dytë. Nga ky vullnet u shenjtëruam nëpërmjet flijimit që bëri Jezu Krishti një herë për gjithmonë. Të gjithë prifërinjt rinin çdo ditë në këmbë për të shërbyer dhe për të kushtuar shumë herë të njëjtat flijime, të cilat nuk mund t'i shlyejnë kurrë mëkatet. Ndërsa Krishti kushtoi vetëm një flijim për mëkatet një herë për gjithmonë dhe pastaj ul në të djathtë të Perëndis. Tani, atje ai pret që armiqtë e tij të bëhen shtroje këmbëve të tij. Kështu, me një kushtim të vetëm, Krishti i bëri të përsosur për gjithmonë të shenjtëruarit. Edhe shpirti i shenjtë na dëshmon kur thot: beslidhja që do të lidh me ta pas atyre ditëve, thot Zoti, është kjo: unë do t'i shtije ligjet e mia në mendjen e tyre dhe do t'i shkruaj në zemrat e tyre. Mëkatet e tyre dhe paudhësitë e tyre nuk do t'i kujtoj më. Ku ka ndjes të mëkateve, nuk është nevoja më për flijime. Vëllezër, gjaku i Jezuit na jep guxim për të hyrë në shenjtërore me anë të udhës së re e të gjallë, që na hapi Krishti me anë të velit, që është trupi i tij. Ai është prifti i madh në krye të shtëpisë së Perëndis. Le të hyjmë pra, atje me zemër të qiltër dhe me besim të sigurt, me zemër të pastruar nga ndërgjegja e keqe dhe me trup të larë, me ujë të pastër. Le ta mbajmë të patundur pohimin e shpresës, sepse ai që na premtoi është besnik. Le të kujdesemi për njëri tjetrin, duke nxitur për dashuri dhe për vepra të mira, pa hequr dorë nga të mbledhurit së bashku, siç e kanë bërë zakon disa. Përkundrazi, le të nxisim njëri tjetrin më shumë tani që shihni se po afron dita e Zotit. Nëse vazhdojmë të mëkatojmë me dashje, pasi kemi marrë njohuritë së vërtetës, atëherë nuk ka më asnjë flijim për mëkatet. Përkundrazi, na pret gjykimi i tmerrshëm dhe zjarri i ndezur që përpin kundërshtarët. Nëse dikush shkel ligjin e Mojsiut, vritet pa mëshirë me dëshminë e 2-3 dëshmitarëve. A e merrni me mend se çdo dënim më të madh do të meritojë ai që ka shkelur me këmbë birin e Perëndis, që e ka parë si të pavlerë gjakun e beslidhjes me të cilin u shenjtërua dhe që ka sharë shpirtin e hirit? Sepse ne e njohim atë që ka thënë: shpagimi më përket mua dhe unë jam ai që do të marr shpagim. Si dhe Zoti gjykon popullin e tij. Është gjë e tmerrshme të biesh në duart e Perëndisë së gjallë. Sillni ndërmend ditët e shkuara. Atëherë, pasi u ndriquat, ju duruat me shumë mundi me një luftë të madhe, herë të përqeshur dhe të munduar botërisht, herë duke marrë pjesë në vuajtjet e atyre që trajtoheshin kështu. Ju keni vuajtur bashkë me të burgosurit dhe kur ju kanë rrëmbyer pasuritë keni duruar me gëzim, sepse keni ditur se keni një pasuri më të madhe dhe të qëndrueshme. Mos e humbisni pra guximin tuaj. Ai ka shpërblim të madh. Keni nevojë për durim që të bëni vullnetin e Perëndis dhe të fitoni premtimin, sepse edhe pak kohë, vetëm pak, edhe do të vijë ai që duhet të vijë dhe nuk do të vonohet. I drejti im do të jetoj prej besimit, por nëse zbrapset, shpirti im nuk do të kënaqet me të. Ne nuk jemi nga ata që zbrapsen dhe humbasin,
por nga ata që besojnë dhe shpëtojnë shpirtin.